Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës eja në rrugën e drejtë. Pasi njeriu dëshmon dorëzimin tek Allahu fuqiplot dhe ngrihet në pozitën e adhurimit dhe të mbështetjes tek ai, kërkesa e parë që kërkon prej krijuesit të tij është udhëzimi gjithmonë në rrugën e drejtë, në rrugën e pastër, në rrugën e drejtësisë dhe të mirësisë, në rrugën e imanit, pra të besimit dhe të veprave të mira, me qëllim që Zoti një dhe i vetëm, Allahu i plot fuqishëm, t'i dhuroj udhëzimin ashtu siç dhuron mirësitë e tjera. Besimtari i cili ndjek këtë rrugë, gjithmonë përballet me shkaqe të cilat e çojnë në devijim dhe në zhveshjen prej mirësisë së udhëzimit në rrugën e drejtë. Për këtë, është e domosdoshme që ai të përsërisë të paktën 10 herë në ditë kërkesën e tij për të Allahut të madhëruar që ta mbrojë prej gjunaheve dhe devijimeve. Në shtesë të atyre që përmendëm, themi se rruga e drejtë është feja e Allahut, e cila është në shkallë të ndryshme tek njerëzit. Sado që të ngrihet njeriu në pozita, mirë po, gjenden pozita të tjera më të larta dhe më të përsosura. Gjatë jetës së tij njeriu besimtar gjithmonë është përmpjekës dhe mallëngjyes për t'u ngjitur shkallëve të përsosmërisë. Për këtë, ai duhet të mbështetet veçse tek Allahu dhe atij t'i kërkojë ndihmë. Dhe një pyetje në këto momente vjen në mendjen e çdo kujt. Rreth shkakut të kërkimit të udhëzimit të Allahut nga ana jonë. Vallë, ne jemi të humbur që të kërkojmë këtë udhëzim. Si mund të ndodhë devijimi tek të pamëkatshmit, kur ata janë njerëzit më të përsosur? Rreth përgjigjes së këtyre pyetjeve, themi si më poshtë. E para, më lart them se njeriu në çdo kohë përballet me rrezikun e devijimit nga rruga e drejtë. Për këtë arsye, ai vendos çështjet e tij në dorë të Allahut dhe kërkon prej tij forcim në rrugën e drejtë. Gjithmonë duhet të kujtojmë se mirësitë që ekzistojnë janë prej Allahut të madhëruar dhe ato na mbërrijnë në çdo kohë në jetën tonë. Më parë përmendëm se së bashku me ekzistencat e tjera, të cilat janë gjëra të mundshme, jemi një lloj si llampa elektrike, drita e së cilës që të jetë e vazhdueshme, ajo llampë duhet të jetë e lidhur gjithmonë me gjeneratorin elektrik. Ky gjenerator për çdo sekond prodhon rrymë elektrike, e cila nëpërmjet telave shkon tek llampa dhe kthehet në dritë. Ekzistenca jonë të nderuar dëgjues dhe shikues në këtë botë është e ngjashme me llampën, e cila e ka burimin tek Allahu Zoti një dhe i vetëm, i cili është Allahu i plotfuqishëm. Kjo vazhdimsi në ekzistencë ka nevojë për udhëzim të përsëritur. Nëse ndodh defekt në lidhjet shpirtërore, të cilat na lidhin ne me Allahun, siç janë padrejtësia, gjunahet e shumë të tjera, atëherë lidhja jonë me burimin e udhëzimit do të shkëputet dhe do të rrëshqasim nga rruga e drejtë. Në namazet që ne falim, i lutemi Allahut që të na mbrojë prej atij defekti dhe të na bëjë të palëkundur në rrugën e drejtë. Kjo ishte për sa i përkiste pikës së parë, ndërsa pika e dytë ose përgjigjja e dytë për pyetjet është se udhëzimi është rruga drejt përsosurisë, me anë të cilës shkallë më shkallë njeriu shkëputet prej fazave të mangësisë me qëllim që të arrijë në faza dhe më të larta në jetën e tij. Siç dihet, rruga e përsosmërisë është e pakufizuar dhe pa mbarim. Nga ato që përmendëm, kuptojmë se shkaku i lutjeve tek të pamëkatshmit, të cilat i kërkojnë Allahut që ato t'i udhëzojë, sepse përsosmëria e pakufizuar është vetëm për Allahun dhe çdo gjë tjetër ndjek këtë rrugë. Ku është çudia që të pamëkatshmit i kërkojnë Allahut shkallë dhe më të larta?
ne bijem në salavat për profetin dhe familjen e tij, që do të thotë se ne kërkojmë mëshirë të ripërtëritur për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ehlibejtin e tij alayhi salam. Po ashtu, ne kërkojmë dhe vend të lartë edhe për ata. Në Islam, udhëzimi në rrugën e drejtë është një nga bekimet më të mëdha që Zoti i ofron njeriut. Ajo është drita që ndriçon zemrën dhe rruga që çon drejt shpëtimit dhe kënaqësisë hyjnore. Që në fillim të çdo namazi, besimtari kërkon këtë udhëzim me fjalët e surës Al-Fatiha, na udhëzo në rrugën e drejtë. Kjo lutje e përhershme tregon rëndësinë thelbësore të udhëzimit në rrugën e drejtë dhe lidhjes shpirtërore të njeriut me Allahun e plotfuqishëm. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "O Zot, më shto diturinë." Një lutje e cila gjendet në surën Taha në ajetin 114 të kësaj sureje. Po ashtu, në surën Maryam, në ajetin 76 të kësaj sureje, Allahu i madhëruar thotë: "Atyre që janë të udhëzuar, Allahu u ashton udhëzimin." Ajeti 76, siç e thash, i surës Maryam. Në vjen një hadith i ardhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Udhëzoma në rrugën e drejtë, ajo është rruga e të dërguarve me të cilën Allahu i mirësoi ata." Pra ai i cili lutet për udhëzimin në rrugën e drejtë, lutet që ai të jetë jo vetëm në rrugën e drejtë që të eci pa vështirësi në këtë jetë, por që në këtë rrugë ai të jetë i orientuar siç ishin të orientuar dhe të dërguarit e Allahut dhe të gjithë euliat ose të dashurit e Allahut. Imam Jafar ibn Muhammad as-Sadiq, paqja qoftë mbi të, një prej pjesëtarëve të familjes së profetit Muhammed, për komentimin e këtij ajeti, pra të ajetit të surës Fatiha, udhëzoma në rrugën e drejtë, ka thënë: "Rruga e drejtë është njohja e imamit, udhëheqësit." Rruga e drejtë në Islam, të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk është vetëm një koncept abstrakt, por një mënyrë jetese që përfshin besimin e pastër në Zotin një dhe të vetëm. Por jo vetëm kaq, përfshin dhe adhurimin e tij të sinqert dhe sjelljen e mirë me të tjerat. Kjo është rruga e mbështetur mbi Kur'anin dhe Sunetin, të cilat shërben si udhërofyese të sigurta për çdo hap në jetën tonë. Njeriu që e ndjek këtë rrugë, jeton me drejtësi, mëshirë dhe përullësi, duke kërkuar gjithnjë afërsi në Allahut. Megjithatë, udhëzimi nuk është diçka që merret një herë për gjithmonë. Është një proces i vazhdueshëm që kërkon përpjekje, lutje dhe reflektim të thellë nga ana e besimtarit. Njeriu shpesh përballet me sprova dhe tundime, që mund ta largojnë nga rruga e drejtë, por Allahu, me mëshirën e tij të pafundme, është gjithmonë i gatshëm ta rikthejë robën e tij, nëse ky i fundit i kthehet me sinqeritet dhe pendim Allahut të plotfuqishëm. Në përfundim, udhëzimi në rrugën e drejtë është një thesar shpirtëror që e ngren njeriu mbi çdo sprovë dhe udhëheq drejt suksesit të këtë botë dhe në botën tjetër. Ai është një dhuratë hyjnore që duhet kërkuar me përullësi dhe ruajtur me devotshmëri. Vetëm përmes kësaj rruge, njeriu gjen qetësinë e vërtetë dhe arrin qëllimin e ekzistencës së tij, kënaqësinë e Zotit dhe jetën e përjetshme në xhenet inshallah. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.